Meta audio mesazh nga qelia. Rama ka nisur të vjedh premtimet elektorale të opozitës. Në një audio mesazh nga qelia, Ilir Meta ka reaguar për programin qeverisës që prezantoi kryeministri Edi Rama, duke thënë se ai ka nisur të vjedh premtimet elektorale të opozitës, të cilat për muaj të tërë i quante të parealizueshme. Meta thotë se kreu i qeverisë ka zgjedhur që të flasë me vetveten me autointervistat fabrikuara, pasi nuk mund të dalë të mbaj konferenca apo të mbaj debate me kundërshtarët politik. Bundestag gjerman në qershor 2019 që Shqipëria të mos bënte zgjedhje vendore pa opozitën, sepse do të humbiste shansin për çeljen e negociatave, njëkohësisht me Maqedoninë e Veriut që kishte arritur marrëveshjen historike të Prespës. Përsëri këtë refuzim e bëri shakaxhiu integrimit, sepse për Edi Ramën pushteti absolut dhe korrupsioni absolut është i vetmi prioritet, ndërsa integrimi është gjëja më e parëndësishme, sepse projekti i tij vërtet ishte dhe është Ballkani i hapur që ka rënuar fermerët dhe blegtorët shqiptarë. Kush e ka fajin Edi Ramës që në 8 vite që ai drejtoni vetëm është përgjysmuar numri i gjedhve dhe të imtave dhe që prodhimi i bujqësor është në pikjat. Kush e ka fajin Edi Ramës që Shqipëria eksporton edhe pas 12 vitesh që ai është në pushtet vetëm 8% të GDP-s, kur Maqedonia e Veriut fqinje eksporton 57%, ndërkohë eksportet shqiptare vazhdojnë pikjatën e tyre të pandalshme për shkak të narko-euros dhe të klimës diskriminuese ndaj prodhuesve vendas dhe ndaj investimeve prodhuese dhe eksportuese. Ndaj shqiptarët jam i bindur që do të votojnë për programin e opozitës, që është tepër realist dhe në interes të shumicës dërmuese të shqiptarëve, për programin e opozitës që synon fuqizimin e ekonomisë shqiptare, por edhe të ekonomisë kombëtare në mënyrë të qëndrueshme dhe afatgjatë. Opozita është dhe garantja e përshpejtimit të integrimit evropian, sepse ajo i ka dhënë provat për këtë. Po kështu, Partia Demokratike është antare e partive popullore europiane, të cilat drejtojnë Bashkimin Evropian dhe tani do të marrin edhe drejtimin e Gjermanisë. Opozita ka dhe ekspertët më të mirë për çështjet me Bashkimin Evropian, një pjesë e cilave do të jetë dhe në kuvendin e ardhshëm. Ndaj të gjitha votat për numrin 1 në fletën e votimit, PD, ASHM. Unë çdo ditë këtu, në kushte ekstreme izolimi, përpiqem të shkruaj 50 deri në 100 letra, sepse kuptohet edhe këtu ikin dritat erpasere për bashkëpunëtorët, për antarët e Partisë së Lirisë, për shokët, për miqt, për të afërmit, për t'ju kujtuar të gjithëve se sa e rëndësishme është mos u mbasim as një sekond kohë kot. Në këto 6 javë që kanë mbetur, shprehet Meta.